bota dhe ndjesia e të bukurës është shumë gjë e jashtëzakonshme për të qenë një njeri. Dhe gëzimet janë shumë të rëndësishme për njeriun. Ato që e bën që të eci përpara, neve kemi kaluar dhe kalojmë situata jo të mira, si në Shqipëri dhe në botë, dhe kjo është një ditë që neve mund të gëzojmë ndryshe në ata e fundit e vitit. Para se ne të fillojmë me njëherë me këshillat e rëndësishme, informacionet edhe ato që duhet kemi parasysh. Sot edhe ditët në vazhdim që na rrëmbem festa dhe ja tolerojmë vetes edhe ushimin edhe pijen. Për çfarë do ta mbash mend ti këtë vit? Në rast të parë njerë për veten që kam arritur nivelin më të lartë të pjesës së punës time dhe për atë kulturën që Shqipëria ka marrë një jehon të madhe në lidhje me pjesën e recetave, gastronomisë dhe produkteve si verën edhe birën, duhet ta mbaj mend. Dhe ajo që më është shumë e bukur kohët e fundit ne u futëm në UNESCO me lahutën, do ta mbaj mend sepse ka shumë rëndësi për vendin që unë përfaqësoj dhe kur iki jashtë. Dhe për largimet që kanë ndodhur nga jeta të njerëzve të shumë të dashur, edhe do ta mbaj mend sepse nuk do t'i shoh më, është një gjë që është në zemrën time, por dhe ata që vinë edhe do vinë, brezat e rinj, fëmijët e familjeve, domethënë është shumë është një si më thënë një buqet gëzimesh edhe trishtimi i bashkë të dyja siç jeton dhe jeta, dhe kështu do ta mbaj mend edhe 2025. E tillë është në fakt, është një cikël, që i ka të gjitha. E rëndësishme është pozitiviteti dhe ajo që ndjejmë me njëri tjetrin. Dhe ajo që dua të shpreh është që të jemi pak më tolerante dhe më të gëzueshëm me njëri tjetrin. Hajde ta bëjmë gëzuar tani. Gëzuar edhe një vit i mbar.